Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, po takohemi sërish bashkë në një edicion të ri të emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po në pjesën e dytë siç e dini është biseda në studio. Sot në emisionin frontal kemi ftuar kryetarin e komunës së Prishtinës Përparim Rama për të diskutuar për shumë çështje, nisur nga problemet që ai po ka në komunën e Prishtinës dhe bllokadat që sipas tij po ja shkakton qeveria e Kosovës. Mirë po edhe për temat të tjera me të cilat është duke u merrur Përparim Rama, i cili në shumë raste është quajtur edhe si opozitori i vetëm i Albin Kurtit. Pra në pjesën e dytë të emisionit frontal do të realizojmë këtë intervistë me kryetarin e komunës së Prishtinës, i cili ka pasur disa të lashe edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës për shkak të një koalicioni që ka bërë me Partinë Demokratike të Kosovës pa konsultuar LDK-n. Për këtë çështje do diskutojmë pra në pjesën e dytë të emisionit frontal, fillimisht titujt kryesor. Një person vdes pasi ra nga kati i tretë i një objekti në Vushtrri, një tjetër në Ferizaj me lëndime të rënda. Zgjedhjet e 7 qershorit, nëse Osmani merr vota, duhet të vendosë mes pozitës së deputetës dhe privilegjes si ish presidente. Ajo nuk deklarohet. PSD rikthehet në vetëvendosje, aty Molliçaj u dorëzon ftesën për debat, policia nuk e lejon të hyjë brenda zyrave. Ndërtimi i ishullit urban në Prishtinë, kryetari Rama akuzon qeverinë për bllokimin e mira banorëve për interesa politike. Emisionin frontal e nisim me ngjarje të rëndë që ka ndodhur sot në Vushtrri, ku një person ka humbur jetën pasi i njëjti ka rënë nga kati i tretë i një objekti në këtë qytet. E në anën tjetër në Ferizaj, një person tjetër punëtor ka marrë lëndime të rënda. Vendi i punës i solli vdekjen. Në një ndërtesë si kjo, e cila ishte në punim e sipër, 31 vjeçari me inicialet VPK nga qyteti i Vushtris dyshohet se ra nga lartësia e si pasojë e plagëve të marra vdeq. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës Ilmi Prekazi. Nga emergjenca e spitalit të Vushtrisë është konfirmuar se si pasojë e lëndimeve të pësuara personi ka humbur jetën. E një punëtor tjetër pësoj lëndime të rënda derisa ra nga lartësia e një objekti në fshatin Babësh të Ferizajt. Ndonse jashtë rrezikut për jetë, ai po vazhdon trajtimin në qendrën klinike universitare të Kosovës. Vazhdon të qëndroj fjetur me barna, vazhdon të jetë i kyçur për aparaturën mjekësore, vazhdon të jetë i monitoruar 24 orë. Pacienti për momentin paraqet një stabilitet të hemodinamik, gjithsesi një stabilitet të parametrave vital, pavarësisht asaj që lëndimet janë serioze. Ka lëndime në regionin e kokës, në regionin e gjokës dhe në regionin e komplikut. Për rastin po vazhdojnë hetimet nga organet të rendit në ndyshimet për asgjësim, dëmtim apo heqje pajisjeve mbrojtëse. Me rastin e së enjtës, numri i viktimave në vendin e punës këtë vit ka arritur në 11. Emisionin frontale vazhdojmë me lajmin e fundit që na vjen nga qyteti i Stogut. Një tentim vrasje ka ndodhur sot në Istog, si pasojë një person është në gjendje kritike. Ngjarja ka ndodhur tek stacioni i autobusave në këtë qytet, të përfshirë në këtë rast, siç raportohet, dyshohet se janë disa të mitur. Ndërkohë vazhdojmë me informacionet e tjera. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit ndaj të dyshuarve, të cilët rrëmbyen një person në kryqëzet. Ata do të hetohen për veprën penale rrëmbim në bashkëkryerje për lëndim të lehtë trupor, mbajtje në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe për veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikëve. Në njoftim shtohet se masa e paraburgimit ndaj të dyshuarve është dhënë për një muaj. Policia e Kosovës është merrur sot edhe me PSD-n, të cilët kanë shkuar tek zyra televizjes vetëvendosje, kanë tentuar që të futen brenda për t'ia bërë një ftesë për debat këtij subjekti politik, mirë po PSD-ja nuk janë lënë të futen brenda. Pas PDK-s e LDK-s, radha erdhi vetëvendosjes. Në selinë e tyre në Prishtinë, të enjtën, shkoi dikur sekretari i kësaj partie, Derdan Molliçaj. Mirë po hyrje në subjektin politik që kontribuoj me dekada nuk ja lejuan zyrtarët e policisë së Kosovës. Do më vonë na bllokun hyrjen me polici.
Kur kam qenë unë aktivist në vetëvendosje dhe të tjerët, policia na ka nxjerrë zvarr nga zyret për shkak të aktiviteteve dhe të kauzave. Sot policia po përdoret me i pengu aktivitetet opozitare. Sipas tij, arsyeja atyre është frika nga partia që ky e drejton tash e 7 vjet. Vetëvendosja i tutet veç Partisë Social-Demokrate. Qyshe pot, edhe zyrtarët brenda kush pas rastin u drellshin. Thu ti që ka ardhur në kush, vetëm PSD-ja ka ardhur, Dardani ka ardhur me media, me një zarf fisha. Para meno më kohën PSD-ja në kuvend. Para meno që shdokën këta. Se këta janë mësu me opozitarë që s'kan as kredibilitet moral, as guxim politik, as vetdije, as aktivizëm. E kërkesa e tij ndaj lëvizjes vetëvendosje është e qartë, debat televiziv me Partinë Social-Demokrate. Betejë vërtet politike ideore është mes Partisë Social-Demokrate dhe vetëvendosjes. Kjo është sfida. E ftoj vetëvendosjen. Nuk qesim kritere. Cilin do kandidat tyne, pej ne deri 190. Me cilin do pej neve, sa herë dojnë, ku dojnë, cilin do debat, në cilin do emision. Nëse s'kan gatishmëri për debat, nëse na friksohen e i marrin policin, nëse dridhen pe zarfa, le të bëhen gati me u dridh hala ma shumë pe debatev, sfidav, aksionev, protestav. Mulliçaj vlerëson se vetëvendosja po bën debat me partitë e tjera opozitare për shkak se i kanë poshtur ato. Ndërkohë sot ka nisur votimi për shtetasit e Kosovës, të cilët janë regjistruar paraprakisht për të votuar përmes postës në zgjedhjet e 7 qershorit. Me post për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues, sipas KQZ-s, çdo pako është individuale dhe secila prej tyre përmban udhëzuesin për procedurën e votimit, flet votimin, zarfin e fshësisë dhe zarfin kthyes. Sipas KQZ-s, në çdo dërgesë postare, operatori ekonomik ka vendosur nga një numër të veçantë gjurmimi dhe është dërguar votuesve të regjistruar, të cilët mund të shohin vazhdimisht vendodhjen e pakos me flet votimin e tyre. Për këto zgjedhje garon edhe ish-presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, e cila nëse bëhet deputete, atëherë ajo do t'i humbë privilegjet si ish-presidenti i Republikës së Kosovës. Për këtë çështje është pyetur sot nga televizioni të shtatë. Konstatoj që Kuvendi i Republikës së Kosovës e zgjedhi presidente të Republikës së Kosovës zonjën Vjosa Osmani Sadriu. Me 4 prill 2021 u zgjodh si presidentja e 6 të Republikës së Kosovës. Që nga ajo ditë Vjosa Osmani gëzoi privilegjet e saj si shefe e shtetit për 5 vjet të plota. Nga imuniteti ligjor tek rezidenca zyrtare, mbrojtja afërt 24 orëshe për të dhe familjen, deri tek mjetet e transportit, protokolli i veçantë e fondi financiar për shpenzime zyrtare, darka diplomatike dhe vizita jashtë shtetit. Mirë po edhe pas 5 marsit, kur mandati i saj skadoi, Osmani vijon të ketë shumë privilegje nga shteti. Ajo merr penzion prej 70% të pagës që e mori si presidente, ka zyre në kuvend me 3 të punësuar nga buxheti i shtetit dhe gëzon mbrojtje nga policia si dhe posedon veturë dhe shofer. Megjithatë, tash Vjosa Osmani është numri 1 në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pritet të votohet për të qenë pjesë e kuvendit me 7 qershor. Në rast se ajo zgjidhet dhe betohet, duhet të zgjedhë mes benefiteve që i ka apo të qenurit deputet. Nëse një ish-presidente apo ish-president i Republikës Kosovës betohet si deputet ose deputete e Kuvendit të Kosovës, ai duhet të përcaktojë se cilën pagë po e don. A merr pensionin që i takon nga ligji për presidentin apo e merr pagën si deputet. Domethënë njërin të drejtë e humbet në rast se bëhet deputet i Kuvendit të Kosovës. Por prijesja e listës së LDK-s nuk tregoi se a do betohet si deputete apo do të pres për të kandiduar sërish si presidente. Nëse nuk i merr një votat për presidenta, do të bëjë. Ju lut për mirë kuptim se nuk është. A do të bëni deputete nëse nuk i merr një votat për presidenta? Nuk është mirë që për këto tema të flasim në akademi. Momentalisht këto privilegje i gëzon ish-presidenti Atifete Jahjaga dhe ish-presidenti Fatmir Sidiu. Nën patronatin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Gjiku, këtë është mbajtur mbledhja komemorative në ndërim të veprës dhe jetës së Alush Gashit, i cili është varrosur sot në vendlindjen e tij në Istag. Të pranishmit u bashkuan në ndërim të ish-ministrit të shëndetësisë Alush Gashi.
E në mbledhjen komemorative të organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, disa fjalë për Gashin i shkruajtën në librin e Zis, Vjosa Osmani e Lumir Abdigjiku. Fjalët për të e kishte të vështirë t'i shprehte bashkëshortja e Tungerit Ililiana, e cila mori fjalën para të pranishmëve. Kisha dashur të falenderoj të gjithë në anën të familjes, natyrisht, që keni ardhur me nderuar Lushin, në nderuar neve. Po du me i falenderu shumë të gjithë ata të cilë që të këtë ditëve, pas lajmit të kopshëm të cilën e morëm, që na kanë ndajt ofër dhe mënyrat të ndryshme, me qinda, postimet bukra, mesazhet bukra, telefonata, për mundu me ndodhimbjen me ne, me na lehtësu. Ish presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se Aljosh Gashi ishte një ndër figurat kyçe të shtetërtimit të Kosovës. A ishte shembulli i njeriut në të cilin fisnikëria njerëzore, madhështia akademike dhe përgjithësia shtetërore përbashkoheshin në një. Si profesor i anatomisë, shkencëtar ndër më të mëdhenj në këtë fushë, profesor Alushi rrezatonte shkëlqim. Disa momente me Gashin i kujtoj në fjalimin e tij tash prisi i DDK-s Lumir Abdigjiku. Për shumë prej nesh, ai mbeti jo vetëm bashkëpunëtar politik, por edhe kujtesë e gjallë e një kohe themeluese. E asaj kohe kur politika bëhej më shumë si përgjegjësi ndaj vendit se sa garë për veten. Madje për ata që e njohin nga afër, profesor Aljosh Gashi barte me vete diçka nga vetë shkolla rrugëviane e të bërit politik, qetësi në Kosovë. E 6 ditë pas vdekjes, Aljosh Gashit i u dha lamtumira e fundit. Ish ministri u varros në varrezat e fshatit Prikut të Istogut pas ditën e së ajtës, me nderime nga familjarët e figura politike. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për disa projekte të komunës së Prishtinës, të cilat siç duket është duke i bllokuar qeveria e Kosovës. Për këtë çështje sot ka folur para gazetarëve kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama. Punimet i nisën në nëntor të 2024-s. Projekti për ishullin urban që do të bashkonte lagjen Arbëria me qendrën e kryeqytetit mbeti në gjysmë. Kjo për shkak të bllokimit nga Inspektorati për Trashëgimi Kujtorore në kuadër të Ministrisë së Kulturës. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama po e drejton gishtin direkt te qeveria në detyrë. Kujt po i pengojnë këto punë? Qeveria vazhdon për çështje puro politike me bloku kryeqytetin. Derisa të njëjtën kohë ju jep leje sektorit privat. Çfarë hipokrita, çfarë hipokrizie. Ne kemi kry projektin, kemi nda buxhetin, kemi fillu punimet, po vazhdojmë punimet me intensitet e ata vinë edhe e blokojnë. Rama thot se institucionet nuk kanë bazë ligjore për ndalimin e punimeve, për këtë kërkon hetim nga prokuroria. Prandaj po them, eftoj prokurorin që këta njerëz që blokojnë ti marrë në pyetje, ti ndalë. Do ta dorëzojmë njerë. Si në sheshin George Bush, i pari i kryeqytetit thot se do të vazhdojnë punimet edhe për ishullin urban. Ne do të vazhdojmë me punë në sheshin George Bush, sikurse që do të vazhdojmë me punë edhe me ishullin urban, sikurse që do të vazhdojmë me punë në gjitha, ne kemi të gjitha pëlqimet që kemi të nevojshme në bazë ligjore. Domethënë asgjë jashtë ligjore nuk kemi bërë në asnjërin prej projekteve. Kush është të bëjë gjëna jashtë ligjore, janë pikërisht ata që po na bllokojnë. Pra kjo qeveri. Televizioni ka dërguar pyetje edhe te Inspektorati për Trashëgimi Kujtorore, mirëpo nuk kanë kthyer përgjigje. Për të diskutuar për këto problematika dhe këto probleme që po i ka Komuna e Prishtinës, për projektet të cilat janë nisur dhe po bllokohen sipas kryetarit Përparim Rama nga qeveria e Kosovës, mirë po edhe për tema tjera, e kam ftuar në studion e emisionit të frontal pikërisht kryetarin e Komunës së Prishtinës, zotin Rama. Zoti Rama, mirë se erdhe. Mirë se u gjerësim. Faleminderit shumë që i pjesë emisionit frontal, aq më tepër pas një dite të ngarkuar, po ashtu edhe një konferencë për shtyp që mbajtet sot tek projekti i cili është bllokuar. Çfarë është problemi me këtë projekt?
Problemi nuk është projekti, problemi është tek qeveria që vazhdon me bloku, me sabotu kryeqytetin, vazhdon me bloku, me sabotu qytetarët e kryeqytetit për fat të keq. Ne kemi nda buxhet, kemi kry projektin, kemi fillu ndërtimin, derisa qeveria vazhdon me na bloku. Gjendja e projektit është? Po, kjo është një projekt madhor që ju mundëson 30.000 banorëve të Arbërisë të lidhen drejt për drejt me qendrën e Prishtinës. Pra e krijon edhe siguri përveç kësaj, sepse aty është hekurudha e cila faktikisht edhe është e rrezikshme. I keni pa, i kanë vendosur aty disa shkallë të vogla, sepse ne normal që nuk kemi të drejtë me vendos diçka që nuk është e sigurt, për këtë arsye dhe kemi këtë projekt madhor, i cili po them, e ka projektin, ka buxhetin, e ka tash kontraktorin, po i shtyjmë punë përpara e qeveria i shfrytëzon mekanizmat e vet, institucionet varëse për me bloku zhvillimin e kryeqytetit, për me bloku qytetarët tonë. Arsyet janë të jashtëligjshme, janë të kota. Më thonë, ata thirrën në një draft dokument që nuk ekziston faktikisht, nuk është i ligjshëm. Edhe në bazë të tij neve vazhdojnë të na bllokojnë prapë. Pra nëse gjykatat edhe prokuroria merret me këtë çështje menjëherë, duhet me faktikisht me e zhblloku këtë proces, dhe për këtë arsye edhe sot i ftoj edhe njëherë prokurorin që të merret me këtë çështje menjëherë. Mos t'i lënë këta njerëz të cilët i kanë kap institucionet, e kanë kap qeverinë, edhe tash janë në detyrë, edhe i shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat për me i bë dëm qytetarëve të kryeqytetit. Unë si kryetar... Nuk duket shumë besuar, më fal, kryetar, se nuk besoj që ka dikush në interes për me dëmtu qytetarin. Ndoshta mundi me pas jo mos pajtime, të lashe edhe si parti politike. Arsim për nder, edhe unë kam besu ashtu. Edhe unë kam besu 2 vjet e para, kam besu që nuk kanë arsye, sepse çdo kush, çdo njeri me një logjik të thjesht nuk kishte bë kësi sabotime, kësi blokada qytetarëve të kryeqytetit. Pra kemi kërku gjithmonë projekte. Ja, i kemi pru projektet. Kemi kërku procese të mirëfillta që na quajnë deri tek produktet, pra deri tek projekte madhore që ndihmojnë kryeqytetit, të gjitha i kemi këtu. Po i bëjmë, kemi treguar që po i bëjmë, hapëm para 2-3 ditësh edhe unazën e mbrëmshme, e cila po ashtu po them ka stagnuar, është vonu si rezultat edhe i blokadës të gjithë buxhetit në vitin 2025. Dini çfarë sfida kemi pas ne në vitin 2025. Tentuan me bloku buxhetin prapë edhe në vitin 2026, po nuk i lejuam. Po them, nuk do t'i lejojmë të na ndalojmë punën as këtu. Po ja që vetëm vonim se sa pështim s'ka. A ndalu ky projekti që i lidhë Arbërin me qendrën. Po pikrisht i kanë vu shiritat, edhe ata po i ndalojnë punët. Më thonë, sikurse që i patën vu shiritat edhe në sheshin George Bush, e pastaj tashkin se po nalshojnë me bo, më thonë me kry punën, i kanë vu po ashtu shiritat në rrugën Qamil Hoxha, në qendër të Prishtinës, se kemi pasur Recep Lucin, që kemi përfundu, tash po i vazhdojmë punimet, pra po na vonojnë, nuk ka pështim, këto projekte do të ndodhin, projektet madhore, Prishtina do të transformohet, po i vonojnë, faktikisht po i dëmtojnë qytetarët e kryeqytetit. Nuk do të lejoj këtë, Arsim. Qysh nuk e lejon, sepse tash na kur po flasim për nivel, do niveli qendror e Ne kemi tregu tash edhe kemi kallëzime penale ndaj zyrtarëve, vitin e kaluar zyrtarëve të Ministrisë të Financave që na i kanë bllokuar dhe na i kanë zhagit proceset. Po ashtu edhe ndaj zyrtarëve të Ministrisë së Kulturës që na i kanë bllokuar dhe na i kanë zhagit proceset në sheshin George Bush. Edhe do të vazhdojmë, po them, vetëm i lus gjykatat që të marrin vendime më të shpejta, sepse të gjitha këto projekte nuk e bojnë asnjë dëm, vetëm të mira për qytetarët e kryeqytetit. E kjo qeveri bën çmos, po them, bën atje bashk ministrat bashk me kalkulu si me bloku tash projektin e radhës edhe projektin tjetër. Pra këtë bëjnë. Ose mos me dëmtu një trashëgimi nga këto projekte. Më falë, unë jam arkitekt, jam urbanist, edhe faktikisht unë jam marrë vetë me proceset e mbrojtjes së trashëgimisë në kryeqytet. Vetë i di, i çmoj edhe i mbroj proceset. Asnjë projekt të cilin ne kemi bo, nuk e dëmton. Përkundrazi, i vën pa
trashëgimin arkitektonike në kryeqytet, të kryeqytetit. Dëmtimet po bëhen me këto blokada jo ligjore, thirrën në dokumenta që nuk ekzistojnë, thirrën në draft dokumenta. Në njërin anë edhe me ishullin urban, neve na blokojnë derisa sektorit privat ju jepin leje për me i vazhdu projektet. Do të thonë, kjo është hipokrizia e kësaj qeverie. Këtyne ju pengon që unë s'qen kam pjesë e partisë tyne, sepse këta nuk e marrin që Kosova ekziston për tej kësaj partije. Pra, ku nuk është vetëvendosja, nuk ka Kosovë, ku nuk është vetëvendosja, nuk ka shqiptari. Edhe për këtë arsye, edhe me secilin projekt që ne e kemi shty për para, këta e ndalë edhe e kanë bloku. Në më thonë, jemi në vazhdim në një luft të panevojshme, ku ne synojmë me kry projekte madhore, për me kryu jetë më të mirë, më të letë për qytetarët e kryeqytetit, me vënum pa kryeqytetin me gjume botërore për gjëra të mira, me përmirësu jetën e qytetarëve, me kriju siguri, me kriju mundësi punësimi, me zhvillu ekonomikisht, me zhvillu në aspektin e artit e kulturës, tash po ashtu edhe të sportit. Jemi një koqer të lojrave mezetare të vitit 2030, i kemi vetëm 3 vjet e gjys, e organizume edhe konferencen e investitorëve amerikan, ku i prezentuam 19 projekte kapitale, i ftuam qeveritarët, pra edhe ministrat, edhe kryeministrin, asë njeri nuk erdhe. Le që i ftuam ne, i ftoj edhe ambasada amerikane, do më thonë, asë thirret nga ata nuk ju përgjigjen, pra e sabotojnë kryeqytetin në çfarë do mënyre që mujnë. A kesh një arsye për shkak se nuk i përgjigjen ftesës për këtë konferencën e investitorëve? Mundesh me i pyet ata. Jo, thash, me që keni ftuar, nuk kam asnjë arsye logjike, asnjë arsye logjike, me një mendje të shëndosh, nuk mundem me gjetë arsye pse nuk ka ardhur asnjë zyrtar i qeverisë aty. Domethënë, kemi projekte madhore, ne faktikisht i kemi projekte të gatshme edhe investitor, 61 LOIs, Letters of Interest, pra letra të interesi, që thonë kanë tregu interes investitorët edhe amerikan, edhe europian, edhe vendor, për me zhvillu projekte madhore, edhe tash po heci me këto procese, për para, kemi bankat të ndryshme të interesume edhe për me i financu, kemi mbështetjen e ambasadës amerikane, të shtetit amerikan, për me i shty këto procese për para, sepse kanë punu shumë për me në ndimu që Kosova të jetë e pavarur, të jetë e lirë, edhe tash të zhvillohet, e kjo qeveri del, blokon, saboton, ignoron proceset të zhvillimit të kryeqytetit. I përmendë një kompani private që ju ka dhonë leja për me punu këtë pjesën ku... Të njëjtin vend, do më thonë, ku e kemi në ishullin urban, gjitur me neve, atyne ju kanë leju, ndërsa neve thiren në gjana të kota, vetëm për me zhakit edhe me bloku zhvillimin e projekteve të kryeqytetit. Po kjo është një dokument pra që vërteton edhe atë çfarë ju po thani, sigurisht regjia do të shfaqë në ndërkohë në ekran, po ndoshta është i përkohshëm se Arsim, të gjitha çka i flas janë të dokumentume. Domethënë janë gjëra faktike. Nuk po flas për mensh, po flas me fakte. Nuk kanë asë një bazë ligjore, e thejnë ligjin gjithkohën në këto proceset që i bëjnë blokada që ja bëjnë kryeqytetit. Pra në vend që të bashkohen me administratën e kryeqytetit, me neve edhe të bëjmë këto projekte mire, shpejt e bashk për kryeqytetin, të ofrojnë ndihmë, këta bëhen bashk edhe blokojnë. Po, kështë të po të kuptoj, nuk e dija po të kuptoja ju, për shkak se... Mund është me kuptu këtë, se s'pe kuptoja asun, se si njerëz normal e blokojnë zhvillimin e kryeqytetit. Këtu jetojnë edhe ata. Këtu jetojnë Albini, këtu jetojnë të gjithë ministrat, të gjithë jetojnë në kryeqytet. Fëmijët e tyre jetojnë nejse përveç të kryeministrit që jetojnë këtu, jetojnë në Rojgji, të tjerët jetojnë këtu. Pra, ne po punojmë, po mundohemi me transformu kryeqytetin për mirën të gjithë, edhe të fëmijëve tyre. Po, por isha duke thënë që zakonisht edhe kur ke qenë këtu në këtë intervistë, po edhe në për intervista tjera, zakonisht se më thonë janë ku për këto blokada.
A mund të themi se ndoshta është pak edhe një lloj arsyetimi për mos realizimin e këtyre projekteve, kjo ankesa që po mblokojnë? Arsim, unë kisha pas dëshirë, po them, mas pakti me ardhë këtu edhe me u anku, edhe nuk e kam natyren për me u anku, edhe si po e shë, unë po bëj çdo gjë për me ishty këto procese për para, për kundër sfidave, edhe po ja dal, edhe ko me ja dal, edhe këtu ko me qenë gjithmonë për qytetarët e kryeqytetit, edhe nuk ko me i lanë këta njerëz të padishëm për me bloku kryeqytetin. Edhe këtoj, po them, ne jemi me fakte, që ku e ke këtu kjo ndërmarrje publike e infrastrukturës të ekurudhës të Kosovës, ku i jep leje, i tregon se si mundën me ndërtu, derisa neve na thot jo, duhet në nivelin e ministrisë, edhe ata nuk janë gati, do të thonë kjo faktikisht është një të vërtetë që një vjet e kusuar. Çfarë do nesër, për shembull, nesër me punëtorët të cilët kanë qenë të angazhuar në këtë projekt? Pra, kanë dalë nesër në punë apo ne po them, ata ja kanë vendosur shiritin, edhe tash nëse ti e hek shiritin, atëherë është vepër penale. Kështu që mirë po them të gjitha këto po na humbin kohë. Faktikisht edhe krijojnë probleme financiare edhe për neve, edhe për këta kontraktorët. Domethënë krijojnë probleme të panevojshme. Thirren në dokumenta që nuk ekzistojnë. Domethënë krijojnë amulli edhe bllokojnë procese. Por duket se ka një arsye, le të themi se nuk ka arsye arsim, se me pas arsye nuk isha konën e këtu. Jo, ata kanë arsye se po e shohin kryeqytetin duke u zhvillu, derisa ata që 6 vjet nuk kanë bo asgjë në Kosovë, merren prap me opozit, merren si opozit, pra flasin sikur me qenë opozit. Flasin si me qenë opozit, që 6 vjet ju pengon zhvillimi i kryeqytetit, sepse kjo tregon sa të paaft e të padishëm janë këta. Kjo ju pengon. Por edhe ju po folin se me kanë nivelin qendror. I kanë parë agimet e juaja që keni për çështje të ndryshme, pra po më duket sikur përparim Roma nuk është një kryetari i komunës së Prishtinës, por është diçka më shumë. Përparim Roma po i sheh demagogjit edhe rranat edhe tentativat e kësaj qeverisje, e këtij kryeministri në detyrë për me kriju kriza. Sepse këta faktikisht duke kriju kriza po e varfrojnë shtetin tonë, po krijojnë edhe më shumë të varfër, cilët pastaj me kanë 100 euro ja u blejnë votën. Do të thonë në kohë zgjedhje i ndajnë 100 milion euro. Në kohë zgjedhje tash po i planifikojnë me ndajë edhe 200 milion euro. Pra po e varfrojnë popullin tonë në mënyrë që ti blejnë votën e tyne me 100 euro. Edhe kjo është strategjia e tyne. Ose me tregu kush jemi ne, shkojnë edhe e blokojnë me polici Skenderajin, sikur me qenë në gjendje lufte. Do të thonë, kërkoj kryetarit nëse pas ka bërë diçka që kryetari Skenderaj jashtëligjshëm, po nja thirrje një herë, po nja thirrën prap, ndërmerr masa pastaj, ka mënyra të ndryshme se si mundesh me eftu. Faktikisht vetë kryeministri nuk ju ka përgjigj pyetjeve. Një njërën anë, do më thonë, i thotë, hajde prokurori, hajde, e janë ju merë mu nëse guxoni. Do më thonë, e ka një attitude të smut, një mendësi të smut, që krijon, vazhdimisht kërkon të krijoj kriza, sepse këtë e shet ky kryeministër e kjo qeveri. Ky shet kriza, ky shet frigë, edhe nëpërmjet frigës edhe i kontrollon shtetin, edhe tash nuk i dalim bëllë 51%, në më thonë, donë me i bo 60%, donë me i bo 70%. E din, unë kam qenë këtu në janar, apo e kemi pas, edhe atër kam thonë që s'kemi pas qeveri. Këtu, kam thonë, e kam dit. Edhe kemi folë për të blokada. Edhe kemi folë për të blokada, edhe atër kam thonë që nuk kemi me pas qeveri, jo për shkak të opozitës, për shkak që kurti nuk donë me kriju qeveri. Pse? Sepse sot i ka të gjithë mekanizmat e shtetit në dorë, i ka të gjitha fondet e shtetit në dorë, edhe nuk ka opozit, sepse s'ke parlament. Edhe si t'il, është një autokrat që bën çka ti teket, kur ti teket, si ti teket, edhe unë dyshoj që tash edhe në këto zgjedhjet e radhës, nëse nuk kemi ndonjë ndryshim të madh, po them, ose një nëronan me mundësu këti me qenë autokrat edhe diktator, tamam me dhon 70, 80, 100%,
të votave ku i zgjedh të gjitha vet, ose në anën tjetër, nëse populli vendos me 60% është ku është problemi? Po nëse vendos edhe ky smunet me zgjedh presidentin ashtu si don vet, prap kemi pas zgjedhje sepse këtij konvenon mos me pas opozit, mos me qenë parlamenti funksional. Të gjithë mekanizmat i ka, është në ulse të kryeministrit, vozitet me gjipa në tona hond, nuk janë një këti për popull, që populli po varfrohet ditë më ditë. Do më thonë, ky faktikisht, ministri ti i financave, i cili e ka bloku unazën e kryeqytetit tash e 4 vite, fryet, faktikisht, thotë që na tash s'qen kemi ma të varfrit, po dytit ma të varfrit. Apo kupton? Do më thonë, kjo është mendësia e tyne. Me këtë këta janë të kënaqur, sepse ne jemi të varfër. Po i qunë kryeministrin ose edhe ministrin të padijshëm me smundë për mëne pak më herët, ndoshta do të jemi pak më të kujdesshëm kur përdorim këto terma për kryeministrin, për ministrin, për gjithkohë. Nuk mundemi me përdorë një term tjetër për një mendësi e cila në asnjë mënyrë nuk ka asnjë logjik, asnjë sens logjik. Domethënë ajo mendësi ose është e shëndosh edhe bashkëpunuese, zhvillimore, përbashkuese, ose ka problem. Fakti që në bashkëpunim me ty nuk kupton që është i smut dikush. Po me kënd, unë po them ka mendësia është e smut. Këto procese janë të një mendësie të smut, që diçka që nuk i bën mirë vendit, diçka që e varfron vendit, diçka që krijon përçarje, diçka që krijon gjatë gjithë kohës kriza, çfarë mendësie e thret atë? Si mundesh me thirr ndryshe? Një mendësi të smut, një mendësi që ushqehet me kriza, një mendësi që ja u hek mendjen të gjithë qytetarëve, se mundohet me ja hek mendjen prej një zhvillimi, dhe më thonë nuk flet për shëndetësi, që kemi në një ashtu nivel katastrof, nuk flet për edukim, nuk flet për zhvillim ekonomik, nuk flet për zhvillimet e infrastrukturës, nuk flet për asgjë që ndihmon vendit tonë për me u zhvillu, po flet për gjona që krijojnë frikë, flet për gjona të padrejta, flet për shembull për probleme që kemi pas luftë sot, apo kemi pas luftë nesër, flet për gjandarmëri, flet për gjona që ne po mos të kishim KFOR-in, më thonë ne faktikisht sot edhe nuk do të kishte Republikë të Kosovës, po mos të kishim partnerët tonë ndërkombëtar, për këtë arsye krijohet edhe gjandarmeria. Po mos të kishim partnerët tonë ndërkombëtar europianë, amerikanë, prap sot nuk do të kishim Republikën e Kosovës. E kemi nivelin më të ullët të partneritetit me vendet evropiane, me Amerikën, historikisht më të ullëtin e kemi sot. Unë takohem shumë shpesh, faktikisht edhe dje isha me ambasador, jam shumë shpesh në takime të shumta me ndërkombëtarët, ku të gjithë janë të frustruar për kësaj qeverie. Do më thonë, edhe ata ndjen të blokuar. Pse? Se nuk kanë kujt t'i shkruajnë. Kjo është qeveria e Kosovës, e qytetarëve të Kosovës, të cilët e votojnë Albil Kurti më shumë se 50%. Dhe gjosat, sipas pritjeve të tyre, mund të kalojnë edhe 51% në zgjedhjet që janë në qershor. Po është një thonë, kur bim në fund pusit, edhe bëhet mirë, e nëse zbohet mirë, halasi ra dhe në fund pusit. Kështu që na jemi në ramje të lirë. Ku jemi që tash na? Po tash po them, këtu janë dy zgjedhje. O po e bëjmë autokratit diktator, po ja bëjmë 100% Kurtit, edhe po vazhdojmë si autokraci e diktatur, o po i dhojmë mundësi opozitës me kriju një qeverisi të opozitës edhe me i tregu se si punohet edhe si zhvillohet vendi. E kemi rastin e kryeqytetit të Prishtinës, ku tregojmë se si punohet edhe si zhvillohet vendi. Edhe kemi nivelin qendror, ku tregohet se si krijohen kriza, edhe një gjatë që këta din me bo, këta din me kriju vetëm kësi brigada të veve që gjujnë me vo, din me kriju brigada të propagandave, propaganduesve në Facebook, do më thonë, din me kriju demagog, din me kriju rana, din me kriju gjona të kota, edhe blokada të një pasnjëshme të atyre që mundohen me punu, me zhvillu vendin. Edhe në fund të fitojnë zgjedhjet. Edhe në fund të fitojnë zgjedhjet. Kjo, do më thonë, tash, po them, popullit, o po ja dhojmë 100%, edhe po thojmë, edhe po e ndrojmë, s'kemi ma kryeministër, e kemi mbretin, o po ja dhojmë mundësin opozitës me tregu që
qendra e djathtë duhet me zhvillu këtë vend, sepse këta që për fat të keq vetëm krijojnë kriza, nuk din, nuk dojnë, nuk mujnë, edhe ushqehen vetëm me krizë pas krize, pra me varfëri, sepse ata i majnë të kënaqur qytetarët me nga 100 euro. Sa më të varfër t'i bëjnë, do më thonë që nuk është lajm i mirë që Kosova qenka tash, s'qenka ma e varfra, po e dyta ma e varfra. Dhe për atë që udhëheq pra Kosovën, në qeverinë e Kosovës, Albin Kurti keni bërë një postim para disa ditësh që e lidhet me Skënderajt, keni thënë që Albin Kurti ka deficit të madh politik dhe personal, sepse nuk ka asnjë kontribut, as në luftën çlirimtare dhe as në ndërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Pyetja e është, ku ke qenë ti në luftë? Unë kam qenë në Londër edhe kam qenë në New York. Pra, ti po e kritikon Albin Kurtin që s'ka një kontribut në luftë, ndërkohë e ka qenë këtu, madje ka pas një kontribut edhe në zyrat e Demoshit, ndërkohë ju keni qëndruar në Londër dhe New York. Unë po e kritikoj, lufta bëhet në mënyra të ndryshme, edhe unë po kritikoj faktikisht faktin që ky edhe ka refuzu me i përgjegjë prokurorisë në njërën anë, po e kritikoj faktin që ky krijon kriza, pra krijon kriza të reja, krijon faktikisht tenton në shpërbërjen e shtetit për me kriju një moment të ri ose një Kosova, po disa borders, kufi të ri që thotë që unë i kam bo, sepse s'ka qenë pjesë e kësaj nuk ka asnjë kontribut, nuk ka asnjë kontribut në luftë, keni thënë për Albin Kurtin. Pra Albin Kurti di që e ka një kontribut në luftë. Tregoma kontributin e tij në luftë, tregoma. Ka qenë sekretar i zyrës Adem Demaçit, zyrës së UÇK-s në Prishtinë. Okej. A nuk është ky kontribut? Ky është një kontribut, mirë po nuk është ajo çka Kurti e parashep për veten. Domethënë ai tenton, ama ju keni thënë asnjë kontribut. Tenton gjithmonë, domethënë me zhbo atë çka është kriju sot. Ai ka ardhur në pushtet në kohën kur Republika e Kosovës është formuar si shtet, në kohën kur Republika e Kosovës ka ambasada në pjesë të ndryshme të botës, në kohën kur Republika e Kosovës e ka kriju forcat e sigurisë të Kosovës, e ka kriju policinë, i ka zhvillu ekonominë, edhe tash prej 6 vjet e tash, domethënë është në zhbërje e sipër të gjitha këtyre proceseve. Po them edhe po e përsëris edhe një herë, jemi në pikën më të ulët të partneritetit me partnerët e tonë, edhe me Amerikë, edhe me Europian. Jemi në pikën më të ulët në aspektin e zhvillimit ekonomik. Jemi në pikën më të ulët me procese zhvillimore. Tregoma një projekt, 2 projekte të kësaj qeverie që i kam bërë që 6 vjet. Tregomi. Më thonë, nuk din as vetë me i tregu. Jo, nuk ka, sepse nuk besojnë as në shtetin e Kosovës, nuk besojnë as në zhvillimin ekonomik të këtij vendi. Ata po udhëheqin shtetin e Kosovës, po e zhvillojnë sipas tyre këtë vend, të cilin e kanë gjetur në fund pusit, siç tha më herët, kështu që ata po punojnë për këtë vend që ju po thoni që këta nuk e njohin. Këta unë e përmenda edhe një herë. Domethënë nuk e kanë gjetë në fund pusit, e kanë gjetë Republikë, shtet të pavarur. Po jo, i citova ata që kanë thënë. Po, e kanë gjetë shtet të pavarur. Pra e kanë gjetë me ushtri, e kanë gjetë me polici, e kanë gjetë me institucione, e kanë gjetë të gatshëm. Derisa po, tash janë duke e qenë në fund pusit. Tash që tha në podrum me gjysmë metre ujë, tash faktikisht janë të equ në podrum ndoshta me full ujë, që menzi po marrim frymë ne si qytetarë të Kosovës tu prej gjitha këtyre krizave që po krijohen një mas një si rezultat i kësaj qeverisje. Por më bani përshtypje, sigurisht madje mas këtij postimi tuaj që keni bërë për Albin Kurtin në mbështetje të Samilu Shtokut, më pas i nxitet ata të PDK-s, Urani Smoli tani më pas shkoi në Skënderaj për të takuar Samilu Shtokun. Po bani shumë përshtypje pra mbështetja që ju e dhat duke sulmuar Albin Kurtin, mbështetjen që e dhat Samilu Shtokut. Pse kishte nevojë Samilu Shtoku për një mbështetje të tillë, ose pse kishte nevojë për një reagim të kryetarit të komunës së Prishtinës për një ngjarje që po zhvillohej në Skënderaj? Reagimi im ishte kundër, domethënë, rrethimit të Skënderajit me polici. Domethënë, sikur me qenë në gjendje të lufte, në gjendje okupimi, ndaj një kryetarit të një komune. Domethënë, ky s'është thonë me qenë Samilu Shtoku, mund të me qenë kushdo, secili prej
kryetarëve të komunave apo qytetarëve të rëndomt të shtetit të Kosovës. Pra secili janë proceset të cilat edhe mënyrat ligjore që shtu e thret diken me marë në pyetje edhe si e gjykon. Pra nuk e bën një rrethim të tonë të një qyteti aty me të regu kinse forcë ndaj një individi. Kushdo që është ai. Pra në këtë rast ka qëllu Sami Lushtaku. Mirë po unë po them reagimi im ka qenë ndaj intervenimit të shtetit apo përdorimit të këtyne mjeteve shtetërore për me të regu forcë ose për me përmbush ndoshta disa trauma ti si vogël, që apo di une. Po nuk di, po them se kjo të regon një mendësi prap që nuk është e shëndosh. Një proces autoritar, një proces ku ti drën me të regu gjyksat kujdo dhe kurdo që mundesh. Më thonë, nuk beson në proceset demokratike, nuk beson në bashkëpunim me të tjerët, pra synon 51% që në kanë bëllë, i donë 60%, i donë 70-80% për me vendos vetë, për atë po them, me 7 qershor, o po javojmë 100%, ose po javojmë shancën edhe njerë opozitës për me e kthy këtë vend në binare dhe me që drejt zhvillimit ekonomik. Soj opozitë e cilë nuk po dëgjohet fare, realisht edhe për shkak se po flenë opozita, kam përshtypjen që të ka dha ty mundësia për me lu rolin e opozitës, në vend se ndoshta gjithë këto kritika që i keni për Albin Kurtin është dashur t'i japin të tjerët. Ka hesh Bedri Hamza, ka hesh Lumir Abdigjiku, kanë hesh të tjerët, keni reaguar ju në rastin e Sami Lushtokut, mirë për në rastë të tjera. Kolegu jam Shkodran Hoti tha pyete përparimin që për mbrojtjen që po ja bën edhe luftës edhe ushtrisë lindore të Kosovës pjesëmarrjen në protesta, tha pembronu që kanë më shumë se sa këto partitë që janë të dalur nga ushtria lindore e Kosovës. Unë e përmenda edhe ma herët, do të thonë lufta e ushtrisë lindore e Kosovës ka qenë e shenjtë sepse ka mbrojt popullin tonë, ka mbrojt nga një okupim. Edhe po, unë kam qenë në Londër, kam qenë në New York, po të gjithë që më njohin e din çka kam bënë në Londër edhe në New York. Çka ke bënë? Ma tregon se e përmendet më herët që tha kontributi nuk është vetëm me luftu. Ne normal atje kemi organizuar evente të ndryshme, kemi organizuar demonstrata të ndryshme, kemi taku senatorë, kongresmen në Amerikë, kemi organizuar kemi ngrit fonde për mbrojtje të qytetarëve në Kosovë, pra për me ngrit faktikisht mundësinë që forcat të ndryshme, edhe ato europiane, edhe amerikane, pra që ju mush mendja për me intervenu në Kosovë. Se cili qytetar i cili ka jetu jashtë, një farloj ka qenë ambasador dhe ka folë gjithmonë dhe ka marrë pjesë në këto fushata të cilat atëre kanë qenë të mëdhaja, të përditshme në vendet të ndryshme në për Evropë e në Amerikë, ku edhe njerëz të cilët kanë qenë në diasporë pra janë marrë me këto gjana. Normal që nuk e fuz veten në një ashtu pik me ushtarët e ushtrisë lindore të Kosovës, sepse ata e kanë bënë faktikisht jetën e vetë, domethënë i kanë dhënë të gjitha, e kanë marrë pushkën, i kanë lënë të gjitha, kanë ardhur këtu edhe kanë luftu. Domethënë ata janë herojnë tonë, edhe ata që na kanë lënë, tash edhe këta që janë të gjallë, janë herojt tonë, të gjallë edhe të vdekur, të cilët ne duhet gjithmonë t'i mbrojmë edhe t'i mbrojmë vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës me çdo kusht. Ushtria lirimtare e Kosovës nuk i takon asnjë partije. Apo mbrojnë sa duhet qeveria e Kosovës, institucionet e Republikës së Kosovës, këto vlera pra TUÇK-s, vlerat të cilat po mbrohen edhe në Hagë, po tentojnë të mbrohen edhe në Hagë. Unë mundem me folë vetëm për perspektivës të kryeqytetit, po them unë besoj që ushtria lirimtare e Kosovës është e shenjtë edhe ne duhet të bëjmë çdo gjë që t'i mbrojmë këto vlera, që t'i kujtojmë gjithmonë, edhe t'a dim se ka na erdhi kjo liri, ky shtet, t'a mbrojmë edhe t'a zhvillojmë, e jo t'a varfrojmë edhe t'a qojmë drejt shpërbarjes, siç edhe është duke bërë kjo qeveri. Për ta rrëzuar Albin Kurti nga pushteti, e thatë edhe jo, pra duhet që qytetarët votojnë opozitën, po ai që po bën përshtypje, jo po bën thirrje më votu opozita, nuk po bën thirrje më votu Lidhja Demokratike e Kosovës. Pyetja është, a jeni LDK ju? Unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka programin më të mirë në zhvillim dhe i ftoj të gjithë që ta votojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës, po them
të gjithë opozitën, në krye me Lidhjen Demokratike të Kosovës, të krijojnë një qeverisje të re, e cila tash është në opozit, t'ja dhojnë mundësinë që ta nxjerrin këtë vend prej atij podrumi që flet kryeministri në detyrë. Do kam dhënë përgjigje që i pyeta a jeni në LDK ju? Po unë prej fillimit kam qenë me LDK-n, po them LDK jam kaftu, kam garu me ta, kam qenë me ta, jam me ta, edhe do të vazhdoj me ta. Por nuk i pyet ata. Po për çka më i pyet, më fal? Për koalicionin, për shembull PDK nuk i keni pyetur. Jo, unë jam kryetari i kryeqytetit, i votuam prej qytetarëve të kryeqytetit, edhe si kryetari i kryeqytetit e kam përgjegjësinë për kryeqytetin, për këtë arsye edhe unë jam ai që krijon koalicione. Nuk kam nevojë me pyet askënd për koalicione. Normal që gjithmonë bisedojmë, ne faktikisht e kemi edhe në Lidhjen Demokratike Kosovës është kolegjiumi i degëve të Prishtinës, ku jemi në takime, në kontakt edhe propozimet prej tyre normal që i marr parasysh. E ke pyet Lumir Abdigjigun për shkak për këtë koalicion, e ke pyet Lumirin, a ke marrë në pëlqim nga ai? Nuk po them, ne jemi marrë vesh qysh në fillim, që unë jam ai që përgjigjet për kryeqytet edhe marr vendime për kryeqytet, derisa Lumiri merr vendime për parti. Sekretar i komunës, po me bë koalicion me një parti, besoj që do të më marrë... Jo, unë i kam prej listës, unë jam faktikisht në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kam numrin 1, edhe i kam prej listës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe pas 12 vjetë e kam pru Lidhjen Demokratike të Kosovës në vendin e parë në kryeqytet. Edhe tash, po them, edhe gjatë gjitha zgjedhjeve edhe lokale, edhe qeveritare, po thonë në niveli qendror, kam qenë aty me ndihmu Lidhjes Demokratike të Kosovës me qenë të parët. Veç LDK dol me një komunikat që tha na nuk i qëndrojnë prapa këtij koalicionit, u distancun nga jo. Këta, po nëse e lexoni këtu, ndoshta kanë folë për nivel qendror, që LDK me PDK nuk kanë marrëveshje, mirë po në nivel lokal kemi marrëveshje edhe kemi kriju një koalicion të gjerë për arsye se kjo ka dalë mas marrëveshjes që keni bërë. Zhvillimi i kryeqytetit duhet me ne të gjithë të zgjedhurit nga qytetarët e kryeqytetit duhet me mendu për te partive politike. Pra ne duhet me kriju bashkëpunim për zhvillim të kryeqytetit. Ne kemi projekte të mëdha që na presin edhe duhet me kriju një qeverisje stabile e cila edhe mundson zhvillimin e projekteve madhore, të cilat janë në zhvillim sipër tash. Kemi lorat mesetare të vitit 2030 për shkak stabiliteti mund të vitë në pikpyetje për shkak kur nuk e ki partinë mbrapa. Jo, partia është mbrapa sepse ne jemi vetë partia. Domethënë, unë kam qenë numër 1, të gjithë asamblejistët kanë garu së bashku me mua, ne jemi partia. Çka është partia? Partia nuk është diçka abstrakte. Nuk është diçka atje, ose nuk është një person dikun në vend tjetër që merr vendime për çka ndodh në kryeqytet. Më thonë, unë kam garu me numrin 1. Unë jam zgjedhur për qytetarët të kryeqytetit si kryetar i kryeqytetit me vizion të qartë për zhvillim të kryeqytetit, edhe unë marr vendime për kryeqytet. Por kishte pak kënaqësi edhe nga ana atyre drejtorëve të cilët nuk e dia u larguan apo i shkarkuat. Jo, kjo është, nuk i kam shkarku, do më thonë të gjithë drejtorët kanë qenë pjesë një procesi zhvillimor të kryeqytetit, kanë bë punë të mirë në shumë dekastere, edhe në momentin kur ne tash kemi një koalicion të gjerë, normal që duhet me bërë një bashkëpunim edhe me parti tjera, me u dhonë mundësi edhe drejtorëve të ri, mirë po gjithmonë me një rezume, me një CV profesionale, që të regojnë që munden me kryu punën për cilën edhe janë përzgjedhë. Havulli tha e cilësoj se shkarkim. Edhe kjo është... Edhe tha që jenë ndiku nga PDK-ja për këta çeke. Ndoshta është ngut pak, nuk janë zopër të madhe, kam mik edhe nuk është ashtu, në faktikisht i kam ofru me qenë pjesë e ekipës time në procesin tash prej konferencës të investitorëve, ku ne i kemi më shumë se 61 investitor të interesuar, i kemi më shumë se 19 projekte, sepse ne kemi bo publike dhe më shumë se 3.000 prona të kryeqytetit, edhe kemi ftu të gjithë investitorët që të bëhen pjesë e procesit zhvillimor, ku edhe Zoti Avolli si një profesionist prej sektorit të financave, e kam ftu me u bo pjesë, me mdimu faktikisht me këto projekte tjera madhore, sepse kemi drejtorët të tjerë që mundër me u marë me infrastrukturë rrugore. Tash që kemi
drejtoreshën aty, Dzikin, Zylfie Planën, që është të kry një punë fantastike. Do më thonë, ajo faktikisht e ka një eksperiencë shumë vjeçare edhe mundet me kry këtë punë, derisa të tjerët mundën me kry punë të tjera. Unë, si kryetari i kryeqytetit, e kam përgjegjësi me kryu ekipe, pra nuk është aty çështje që ka dënë një person, ose aja merr mendja që çtu është mas mirti apo që aty. Do të thonë, nëse je pjesë e ekipës, duhesh që thonë menaxheri i futbollit me lojtarët. Unë nuk më shku edhe me lujt në secilën pikë. Po unë e zgjedhi ekipën e cila është fituese edhe transformon kryeqytetin. Edhe në atë moment, po them në atë moment kur ne edhe kemi kriju një koalicion të gjanë, ky pjesëtari i ekipës më është duhur dikun tjetër. Dhe ja kam ofruar mundësinë, nuk ka dash, sepse ka dash me u fokusu në nivelin qendror, edhe është i mirë se ardhun prapë, po them, nuk e ka dorën e mbyllur. Me që po flet për ekipe, a mund të themi që je edhe pjesë e ekipit të Lidhjes Demokratike të Kosovës në këto zgjedhje, sepse ju pam në një fotografi mas aty në raporteve, ju pam në një fotografi bashkë me Lumiren edhe me Vjosën. Po, gjithsesi që po them, unë e kam thonë edhe publikisht, po edhe bëj atë çka e them edhe bëj, jam pjesë e procesit me ndihmu Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe ne faktikisht të gjitha punët e mëdha që po i kryejmë në kryeqytet, këto nuk i kam bo vetë. Më thonë, i kam bo së bashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës, së bashku me pjesëtarët e koalicionit, pra këto produkte të cilat ne po i kryojmë së bashku. Edhe tash që kemi një koalicion të gjanë, nuk mundë me i bohën e gjitha këto vetë. Pra kemi tash edhe përveç Lidhjes Demokratike të Kosovës, e kemi edhe Partinë Demokratike, e kemi edhe Aleancën, e kemi edhe Nismen, e kemi edhe Lidhjen e Prishtinës, pra kemi një ekip të gjanë e cila ka ofru njerëz profesional për me ju bashku qeverisjes lokale për me i kry këto punë madhore dhe këtë po e bëjmë. Po, çka pritet të ndodhë me Lidhjen Demokratike të Kosovës në këto zgjedhje tash kur Vjosa Osmani është bashkuar këtij subjekti politik? Po unë po them uroj që kemi një rritje të madhe votash që vjen tek Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe që të kemi normal një proces pas 7 qershorit, uroj që të ketë një koalicion të gjanë prapë edhe aty të opozitës, edhe të vazhdoj me zhvillim të vendit tonë, sepse këto 6 vite me qeverisje të këti niveli ka tregu që këta nuk janë njerëz që dojnë me zhvillu vendin. Faktikisht janë njerëz që vetëm krijojnë kriza dhe do të vazhdojnë me kriju kriza. Këtë nëse lexoni, nëse i shihni të gjitha këto prezantimet publike të kryeministrit në detyrë, e lexoni qartë se ka është duke na thënë edhe çka po na thot. Ai po na thot edhe sot që nëse ju nuk më japni 60%, 70, 80, ne prap kemi me shku në zgjedhje. Pse se kur nuk është i kënaqur derisa i duhet me bën ndonjë koalicion ose bashkëqeverisje me dikën tjetër. Pra nuk mundet me bashkëqeverisje, nuk beson në bashkëqeverisje. Është autokrat faktikisht. Nuk beson, ai nuk mundet me bashkëqeverisje, ka probleme edhe të brendshme, e lëmo me bashkëqeverisje me parti të tjera. E keni pa këto vet. Po kemi aty asnjë prej ministrave nuk gëzon me marrë vendime vetë, më thëmë pa shku tek Kurti apo Dejona, më thëmë këtë duan e cila merë vendime për vendin, edhe për fatë të keq, po them vendimet në relacion me kryeqytetin gjithmonë kanë qenë bllokuese dhe sabotuese. Unë isha së bashku me ministrin e sportit në Londër, edhe atje duke i falenderu ambasadorit britanez, isha edhe me presidentin e Komitetit Olimpik. Pra, edhe i dërgova pikërisht shkuam në fshatin olimpik, ku edhe unë kam marrë pjesë atje me vitet të tona, kam punu si konsulent, si arkitekt, si urbanist, në fshatin olimpik në përgatitje për lojrat olimpike të vitit 2012, ku edhe i pam të gjitha të hapësinë që ka qenë ashtu e pa zhvilluar, ka qenë problematike, edhe është transformuar një fshat olimpik
multifunksional me stadiume të ndryshme të cilat përveç që e kanë kry funksionit gjallorave olimpike, tash vazhdojnë me kry funksionin për gjithë atë pjesën lindore të Londrës. Edhe momentin kur ministri tash po e kuptoj për çka ke fol, edhe gjithsesi që ne... Ashtë nuk o mirë me ka dhusë të ka thonë ministri, se tani mune marrë masa këtu. Po kanë marrë masa se nuk e kanë shtin listë, ministri nuk e kin listë, për kundër faktit që ministri po thotë që është vendimi vetë, tash nashta s'është vendimi vetë. Qështë se kanë shtin listë? Nuk është në listë të vetëvendosjes. A ke po në listë ministri në sport? Po, a i ka thonë që vetë u largu, më do ofër listë tjetër. Po dhe tash, ka thonë ai, po do me thonë tash prej një aspekti pozitiv bashkëpunues, ku na vendosëm me u kthy dhe me punu bashkë, ku edhe ja bona ftesën me qenë pjesë edhe të konferencës për investitor amerikan, sepse së bashku po them me investitorët ne mundemi me zhvillu kapacitetet shumë ma shpejt për nevojat për lojrat mesdhetare. Nuk erdhi as ai ministër, nuk erdhi as ministri i tregtisë, nuk erdhi as kryeministri, pra nuk erdhi as kush prej nivelit qendror. Pra e sabotuan një konferencën, po them ndoshta edhe siç po thonë tjerët, më e madhja edhe më e mirë organizuara deri tash, së bashku edhe po them së bashku edhe me ambasadën amerikane, ata nuk erdhen asnjëri prej tyre, por nuk është aty. Dhe tu e po edhe këtë gjuhë derisa po komunikojmë, po edhe postimet e juaja që keni në raport me Albin Kurtin, a mendoni se kjo ju afron apo ju largon më shumë tash me po flas me Albin Kurtin, si kryeministri i Republikës Kosovës, edhe për këto projekte të cilat... Arsim, unë jam mundu me qenë bashkëpunues 2 vite në fillim, edhe jam mundu, po them që thonë populli me mishë shpirt, thonë, e janë të bashkëpunojmë, e janë të zhvillojmë kryeqytetin, sepse në përmet kryeqytetit të zhvillojmë krejt vendin. Edhe në fillim, do më thonë, prej fillimit, kur edhe nuk e patën nënshkru këtë unazën e kryeqytetit. Pra ne e bëm gati projektin, ishte vetëm një nënshkrim i ministrit të financave, a i refuzoj me nënshkru. Se tha pse me e zhvillu një projekt që kryetari Rama ja ka premtu qytetarëve. Pa i projekt nuk është për mua, i projekt është për gjithë qytetarët. Dhe më thonë aty fillova me pa që këta janë blokues. Tjetra, e blokuan rrugën A, rrugën Gjim Gjema. Pra Gjim Gjema, me gjithë zemër e them, një hero i popullit ton, i vendit ton, një njeri që ka dhonë çdo gjë, krejt jetën për me mri sot për me pas na Kosovën në Republikë, një njeri i madh shqiptar, një kombëtar, një hero i vërtet, i gjallë, e këta 3 herë është dashur me luftu në gjykata dhe 3 gjykata me fitu për me vazhdu këtë rrugën Gjim Gjema, e cila vetëm se ju shërbren ma shumë se 20.000 banorëve. Pra me ja pa mundësu këtyne 20.000 banorëve qytetarëve të kryeqytetit një punë madhështore që ja u lehtëson jetën, ja krijon një jetë më të mirë, më të sigurt. Kjo qeveri 3 herë, një vit, ma shumë se një vit, e ka bloku këtë projekt. Në anën tjetër e ka bloku buxhetin 1 vjet, edhe deri tash, po them tash, pas 1 muaj edhe këtë do ta kryjmë, pra ne nuk do të ndalemi. Këto projekte kanë me u kry. Po veç po na zhagisin këta njerëz, po them të paditur që nuk po ja dojnë të mirën këtij vendi. Këta vetëm kanë dëshirë, po them, kanë këtë nevojën për me tregu që na mundemi prej 50 me shku edhe në 60, na mundemi prej 60 me shku edhe në 70, na mundemi prej 70 edhe 80, pse? Se i shfrytëzojnë milionat fondet e qytetarëve tonë për me korruptu të gjithë popullin. Një anë e varfrojnë, tjetër anë ja udhojnë ka 100 euro për me oble votën në Kur do të shohem për parim Ramën duke e sfiduar që drejt për drejt Albin Kurtin? Më zgjidhje kam fjallën, jo në përsutje televizionës diçka tjetër. Unë po them, nuk kam nevoj me sfidu askend, ne sfidojmë me sfidu njëri tjetërin me punë. Edhe duhet me sfidu njëri tjetërin me gjana të mira. S'kemi nevoj, po them, unë e kam thonë këto edhe ma përpara, që unë nuk maj inate në momentin kur kjo qeverisje reflekton edhe donë me bashkëpunu, jam i hapur gjithmonë për bashkëpunim, sepse nuk jam këtu për vetën time. Jam i zgjedhur në shërbim të qytetarëve të kryeqytetit. Edhe Kurti edhe të gjithë ministrat janë të zgjedhur
për qytetarët me i shërby, jo me qenë mretër tash të këtij vendi, po me i shërby këtij vendi. Derisa këta po them e shfrytëzojnë karrikën e vetëm për bllokada e sabotazha. Në momentin kur ta reflektojnë edhe dojnë me bashkëpunu, jam i hapur gjithmonë për bashkëpunim pa inate. I harrojmë të gjitha të kaluarat edhe punojmë për të mirën e qytetarëve të kryeqytetit dhe të gjithë Kosovës. Do të formulova pyetjen e komplikuar më shumë, a kena me të parë në krye të lidhjes demokratikë të Kosovës, cilat janë pra pretendimet që i ka përparim Roma në raport me lidhjen demokratike të Kosovës. Sepse edhe ky opozitarizmi që po bëni pak po shihet një farë le të themi një tendencë jotja që nesër me të po edhe në krye të lidhjes demokratike të Kosovës dhe për ta sfiduar më pas drejt për drejt Albin Kurtin. Unë kam thënë edhe po e them prap, jam në shërbim të qytetarëve të vendit tim, jam në shërbim të popullit tim, edhe kudo që ka nevojë për me dhënë, për me shërby, do të jem aty. Nëse është nevoja, po them në çfarë do pozite është nevoja, unë do të jem aty për me shërby vendit tim, për me sfidu njerëz të cilët unë i shoh si njerëz bllokues, si njerëz sabotues, si njerëz që kanë tendenca autokratike, si njerëz që janë jo bashkëpunues, si njerëz që veç krijojnë kriza, jam gjithmonë i gatshëm me sfidu këta dhe i sfidoj edhe sot, nesër, mas nesër, kurdo. Po ta mendu që ka kjo bisedë pak më relaksuese, por që i kështu bëhej nervoz dhe ndoshta edhe po të kuptoj për shkak të këtyre projekteve që i përmendën që janë bllokuar dhe po ta planifikuar një pyetje për aktorin e njohur dhe ka po dëgjoj duke fol, po më kujtohet edhe ky emitimi që po ta bojnë te Logjikonomia, nuk e di a ke pas rast me po. S'kom pas rast me po, ma kam përmend, po për fat të keq s'po kemi shumë kohë me kështu televizor. Po mirë është me bo hajgare, mirë është me kesh, mirë është me pas arsye për me qenë i gëzum, i kënaqur, pozitiv. Edhe po them ne i kemi të gjitha mundësitë për me u zhvillu, i kemi të gjitha mundësit për me bashkëpunu, i kemi të gjitha pozicitë që thojnë me këty prej të fundit në të parin. Pra nuk kemi nevojë me shku në mënyrë lineare, po multidimensionale edhe me dalë prej të fundit të parët. Kryeqyteti ka bë këte, po e bën këte, e ka kriju infrastrukturën, tash duhet vetëm punë edhe procese me shty për para. Kryetar, unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal, besoj që të kemi rast shimëll herë tjera. Falenderoj shumë, Arsim, kënaqësi. Po i përshëndesim edhe shikuesit që kanë qëndruar me emisionin frontal. Faleminderit proj edhe ju njoftoj se pas pak ju pret të shpendim emisionin ti kanapej. Falenderit, kënaqësi.